Në ndërkohë, zonja Averdita, unë e di që në bazë të terrenit çka ju sjell ekipa, ju ndryshoni edhe, si të themi, prioritetet e punëve në terren. Çka është prioritet momentalisht si vizitave në shtëpi? Insistimi për të mbajtur fëmijët në qumshqiri, insistimi për të vaksinuar, apo ka edhe halle tjera, për shembull tek shtatzënat ose ku ta di unë? Jo, insistimi është mas pari rreth gjithonjes. Mandej rreth vaksinimit. Që janë dy prioritete shumë. Që janë prioritet është gjithonja, gjithashtu edhe nona mas lindjes, që momentin që të prezentohet që tash programi, ka nona që mirëpresin shumë. Edhe momentin kur infermierët të hynë në atë familje, ato e ndinë vetën pak më të veçanta që pas ka ardhur ky program që po kujdes ka edhe dikush për neve. Kështu që prioritet thash gjithonja dhe vaksinimi. Dhe të dyja janë, po e them, fushata të pashteshme sepse çdo herë duhet punohet në këtë drejtim sepse informacionet e pasakta gjithmonë janë pranë njerëzve dhe e i bojnë me luhat në vendimet e tyre, kështu që keni punë shumë në këtë pjesë.